Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do ta besoni, vetëm një misër në ditë dhe thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Gjatë stinës së verës mjafton një kallim mistri për të ofruar momente të veçanta kënaqësie. Mistrat e pjekur apo kokrat e zjera dhe të lyera me fare pak gjalp nuk kanë të krahasuar. Prej kohësh, mistri i verdh është përçmuar nga njerëzit të cilët i friksohen karbohidrateve. Mistri është i pasur me ushqyes. Sipas të dhënave, mistri pavarësisht ngjyrave është i pasur gjithashtu me ushqyes, përfshirë gjithashtu antioksidant, beta-karotenin dhe njëkohësisht luteinën. Janë karotenoidët ato të cilët i japin ngjyrat e veçanta mistrit. Karotenoidët gjithashtu janë mjaft të dobishëm edhe në parandalimin e sëmundjeve të syve. Ndaj thuhet që karrota të ndihmon të shohësh në errësirë. Mistri gjithashtu përmban vitaminën B dhe C, së bashku me magnezin dhe kaliumin. Mistri ka më pak sheqer se molla. Mistri i verdhë është i ëmbël, ndaj supozohet të ketë shumë sheqer, por një kallim mistër përmban të njëjtat kalori sa molla, por më pak se 1/4 e sasisë së sheqerit. Mistri është një nga ushqimet më të preferuara të verës, por njerëzit dinë ta shmangin në procesin e humbjes së peshës, sepse është i pasur me karbohidrate. Por, a do të thotë kjo se vërtet duhet ta shmangni mistrin në qoftë se dëshironi të humbisni në peshë? Sipas ekspertëve, nëse ne shtojmë misër në dietën tonë të përditshme, ne mund të kemi përfitime të jashtëzakonshme të shumta shëndetësore, duke përfshirë këtu ushqimin, përmirësimin e shikimit, shëndetin e zemrës, shëndetin e kockave, tensionin. Ka vlera vërtet të mira ushqyese dhe njëkohësisht është gjithashtu i pasur edhe me fibra, gjë e cila bën mirë për humbjen e peshës. Sipas ekspertëve, për shkak të sasisë së lartë të fibrave, mistri është dëshmuar të jetë një ushqim fantastik edhe për humbjen e peshës. Përmbajtja e lartë e fibrave gjithashtu në mistër do të ndihmojë në tretje, gjë e cila lehtëson më tej procesin e humbjes së peshës. Mistri është gjithashtu i pasur me antioksidantë, të cilët gjithashtu do të ndihmojnë në përmirësimin e metabolizmit tuaj. Mistri gjithashtu është mjaft i pasur me minerale dhe vitamina, është një burim i shkëlqyer, si për shembull vitamina B1 që është tiamin, dhe gjithashtu është e rëndësishme për sa i përket edhe vitaminave dhe mineraleve të tjera si acidi folik, niacina, vitamina C, fosfori, kaliumi dhe gjithashtu magnezi. Një filxhan i cili përmban sasi afërsisht 164 gram misër të verdhë përmban vetëm 177 kalori dhe 41 gram karbohidrate. Përqindja e proteinave është rreth 50 gram dhe përqindja e yndyrës është gjithashtu 2 gram. Përveç kësaj, mistri gjithashtu është edhe pa gluten dhe njëkohësisht i sigurt për njerëzit të cilët kanë intolerancë ndaj glutenit. Është gjithashtu mjaft i rëndësishëm si probiotik, sepse përmban shumë baktere të rëndësishme dhe të mira, të cilat të gjithashtu ndihmojnë zorrët tuaja të punojnë dhe gjithashtu të përshpejtojnë metabolizmin, gjë që në fund të fundit ndihmon në humbjen e peshës. Duke theksuar se me mistrin e gatuar rritet niveli i acidit ferulik, duke siguruar përfitime të shumta shëndetësore në menaxhimin e kolesterolit,
diabetit dhe gjithashtu hipertensionit. Nga ana tjetër, mistri gjithashtu ka beta-karoten dhe karotenoid, të cilët ndihmojnë edhe në parandalimin e shumë reaksioneve oksiduese dhe sëmundjeve të këqija në trupin ton. Gjithashtu, mistri ka vlera të jashtëzakonshme për shëndetin. Ai është i pasur me minerale bazë. Mistri përmban shumë minerale të cilat janë mjaft të dobishme për trupin tuaj: fosfori, magnezi, mangani, zinku, hekuri, bakri dhe gjithashtu gjenden në të gjitha variantet tek mistri. Ai gjithashtu përmban sasi të vogla të mineraleve si seleniumi, të cilat janë të vështira për t'u gjetur në shumë dieta normale. Fosfori gjithashtu në mistër është i nevojshëm edhe për të rregulluar rritjen, shëndetin e kockave dhe gjithashtu funksionin optimal të veshkave. Gjithashtu, përveç kësaj, magnezi është mjaft i rëndësishëm për ruajtjen e ritmit të zemrës dhe rritjen e densitetit mineral të kockave. Mistri është gjithashtu një depo vitaminash. Ne ju rekomandojmë që ta lini vendin gjithmonë për mistrin në programin tuaj të ushqyerit, pasi ai përmban vitaminën B1, niacin, vitaminë B3 dhe gjithashtu vitaminën C. Hani mistër dhe do të keni sy mjaft të shëndetshëm. Sipas ekspertëve, ndërkohë që infeksionet dhe pleqëria janë ndër shkaktarët më kryesor të këtyre sëmundjeve, atëherë edhe ushqimi luan një rol mjaft të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Sipas ekspertëve, degenerimi makular dhe katarakti janë shkaktarët më kryesor të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe të verbërisë. Gjithashtu, karotenoidët si zeaksantina dhe luteina, të cilët janë dy antioksidantët e pranishëm pikërisht në mistër, kanë përfitime të rëndësishme për shëndetin e syve. Kokrat e mistrit gjithashtu janë edhe të pasura me vitaminën A, e cila është një vitaminë mjaft e rëndësishme për shëndetin e syve, edhe karotenoid, të cilët reduktojnë rrezikun e dëmtimit të shikimit. Një burim energjie. Falë sasive të larta të karotenoideve që përmban, mistri është një burim energjie. Karotenoidët gjithashtu sigurojnë energjinë e nevojshme për funksionimin e duhur të trupit dhe të mendjes. Ato janë gjithashtu shumë të rëndësishme në ruajtjen e shëndetit të trurit. Sigurisht, duhet të dini se mistri është një ushqim i konsumuar nga atletët pasi jep energji. Mistri ul nivelin e kolesterolit të keq. Sipas ekspertëve, konsumimi i mistrit redukton duke frenuar përthithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim i kolesterolit të lipoproteinave me densitet të ulët përfshin reduktimin e sëmundjeve të zemrës, parandalimin e aterosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.